Përshëndetje të nderuar miq, na ndajmë pak kohë nga ndeshja me Serbinë për të analizuar atë që pritet të ndodhë. Do të flasim me zotin Andrea Marko, një nga njohësit më të mirë të futbollit tonë. Zoti Marko, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, ju uroj gjithë të mira, sukses ai mision. Faleminderit shumë. Profesor, çfarë presim nga kjo ndeshje sepse tensioni është rritur. Është futur dhe politika në mes, tani ka më shumë politika apo futboll? Çfarë do kemi në stadium në këtë 90 minutë? Do ta nis nga momenti kur u udh shorti për eliminatorët e kampionatit botëror. Në moment një grup i jonë kishte ngelur Anglia me Serbinë dhe në short kaluam ne pas domethënë fytyrën e presidentit në një farë mënyrë zhgënjyse dhe i pakënaqur nga shorti. Kuptohet që kjo ka dhe domethënien e vet, duke nisur nga fakti që nuk harrohet ndeshja 2014 në Beograd. Jemi ndeshur edhe në Elbasan Arena dhe na kanë mundur, por siç duket ne deri atëherë kishim siguruar kualifikimin, kështu që më tepër u bë një ndeshje sportive dhe nuk pati domethënë jehon e kësaj ndeshje, ku dihet tashmë që jagat qoftë dhe në politikë, qoftë në sport, janë ndezur, janë momente tepër delikate kur shfaqet edhe egoizmi i kombit dhe egoizmi sportiv. Kështu që besoj është një ndeshje që duhet në të dy aspekte, qoftë në aspektin e marrëdhënieve që kemi ne midis Shqipërisë dhe Serbisë dhe Kosovës, dhe një ndeshje ku sportiviteti dhe pjesa e interesave dhe objektiveve të skuadrave janë të njëjta. Ne pretendojmë të dalim të dytët në grup, të njëjtin pretendim ka dhe Serbia, sepse besohet që Anglia është gjithmonë një kost e fortë për çdo skuadër. Dhe domethënë në të dy aspektet duhet që të pak në aspektin sportiv do të tregoj një farë domethënë mënyre të interpretimit të dyja marrëdhënieve së bashku. Qoftë asaj marrëdhënieve ndër etnike, ndër marrëdhënie midis dy kombeve, midis dy shteteve, qoftë në marrëdhëniet sportive ku besoj që duke ju referuar dhe masave të marrë nga qeveria, duke ju referuar dhe pjesë, do them dhe thonë, dhe rrezikshmërisë që mund të ketë në një lloj njeriu të çmendur, do them, kështu që mund të na sjelli pasoja, kështu që u besoj që masat janë marrë, çdo gjë është tashmë në parametrat e veta, dhe besoj që do të kemi një ndeshje ku sportiviteti, pjesa sportive do të jetë më deklaruar se sa pjesa e asaj që duket nga jashtë. Mund të për mendimin tim mund të jetë një pjesë moment dhe një lloj tensioni artificial, por kuptohet që kur luan me Serbinë gjithmonë ku ne kemi përgaqësuar sidomos pjesën e kombit tonë, është vështirësia është e madhe, përgjegjësia është e madhe, panela është e rëndë, përgjegjësia para publikut është jashtëzakonisht e madhe dhe interesat e skuadrës tonë për të përfaqësuar tenësisht dhe për të marrë pjesë në kampionat botëror është plotësisht e mundshme, por besoj që ndeshja e nesërme do të ketë një tjetër këndvështrim. Unë besoj që për sa i përket stadiumit dhe lojës futboll brenda 90 minuta do ketë sportivitet. Pastaj interpretimet dhe mënyrën se si do interpretohet ndeshja dhe mënyra edhe prak ndeshja do të janë gjëra të tjera për mendimin. Profesor, ju lutem bëni një analizë si vijnë të dy ekipet në këtë ndeshje, gjendja jonë edhe atyre. Por edhe rrështimi, sikur mendoni që do të jetë. Po të luni me pak kujdes në ndeshjen me Anglinë apo shifra disa herë të ritransmetim, mund të ishim shumë të kujdesshëm edhe mund të arrinin diçka. Besoj që Serbia ka ndeshjen e parë, kurse ne kemi ndeshjen e tretë. Kështu që duhet të jemi me këmbë në tokë, duhet luajmë për fitoren nesër, duke u nisur dhe nga fakti që 3 pikëshat janë domethënie në pjesën e arritjes së objektivit. Unë besoj që kemi një Serbi shumë fort, lojtarët e njohin shumë njëri tjetrin. Ne kemi kapitenin e skuadrës Xhimshiti, i cili luan me lojtar me serb në ekip.
nuk po them se më pëlqeu dhe pyetja që i bën Gjimshisi sot që ju e keni juan serbë dhe ai përgjigj që nuk ka marrë të thonë intervistë për futbollin, jo për jetën private, kështu që kemi lojtarë të tjerë, për shembull kemi Lutke Empoli, lojtarë të cilët kanë luajtur me këto skuadra, kemi për shembull lojtarë që luajnë kampionatin italian dhe që njihen mirë nga lojtarët serbë të cilët luajnë po në kampionatin italian. Kështu që në aspektin sportiv ne jemi shumë të konsoliduar dhe shumë të respektuar nga ekipi kundërshtar, sepse ata dinë që kanë një ndeshje jashtëzakonisht fortë nesër. Ata s'mund të harrojnë dot pjesëmarrjen e ekipit tonë në kampionatin evropian të Gjermanisë, ku skuadra luajti me dinjitet në grupin e vet me skuadrat më të forta në botë, siç ishte Italia, Spanja dhe Kroacia. Kështu që unë besoj që në aspektin e këndvështrimit marrëdhënieve lojtar shqiptar me lojtar serb janë lojtarë që e njohin njëri tjetrin. Janë lojtarë të cilët e respektojnë shumë njëri tjetrin. Janë lojtarë të cilët flasin me superlativa për njërin apo tjetrin lojtar X ose Y. Dhe besoj që në këtë kuadër unë besoj që në raportet sportive besoj që ne mund të jemi më lart duke u avantazhuar nga pjesa e stadiumit, mbështetja e publikut, rezultatet e fundit sidomos me çekim me Poloninë për eliminatorët e kampionatit. Kështu që besoj që në një farë mënyrë sportiviteti dhe pjesa e garancisë për shkuar ke fitoria i ka mundësit ekipi shqiptar. Tash problemi është se si do të jetë në pjesën e si do prezantohen lojtarët në pjesën e përfaqësimit të tyre, duke mposhur të gjitha llojet e emocioneve, sepse kuptohet që kur knohet hymni, kur stadiumi është plot, kur përfaqësohen mbyrat e flamurit, besoj që është një ndjeshmëri tjetër. Besoj që thash diferencat mes lojtarëve nuk kanë të bëjnë fare. Unë besoj që kemi një ekip të konsoliduar, një ekip që ka lojtar fitues, kanë fituar në trofe të ndryshme me ekipet e tyre, dhe besoj që do të jetë një ndeshje ku në qoftë se në pjesën e parë do ta menaxhojmë shumë mirë dhe të entuziazmin e publikut në pak në 15 minuta e para, unë besoj që do ta bëjmë në vështirësi skuadrën kundërshtare. Profesor, mendoni do jetë fushë me fushë dendur apo do i qëndroj 4-3-3-shit? Shiko, prandaj të thash, do deshet si janë kujtes dy ndeshjet me Rumaninë dhe me Çekin. Ato të kualifikuesët, kuptohet. Dhe duhet të sjell këto që çekët dhe polakët po t'i shohësh në renditjen më mirë se serbët në klasifikimin në renditjen e klasifikimin e FIFA-s, kështu që unë besoj që për ne skuadër, për mund të ta quhet skuadër mesatare serbët, pavarësisht se në ndeshjen e fundit e pashur në Austri, modern austriake, po unë besoj që Shqipëria, sidomos, besoj që mezi fushës duhet të jetë shumë krijues, shumë fantazues, për të mbështetur faktën, nuk e di formacionin, nuk jam i sigurt, po nëse Broja luan nesër, do të jetë një pikë referuese. Biles do të pëlqen të lundë edhe Asani, i cili është një tirator, një goditës shumë i mirë dhe një lojtar i cili e merr shumë mirë krahun dhe mundet të sjellë shumë shqetësim mbrojtjes serbe. Gjithashtu besoj që mbrojtja jonë do të jetë tashmë e konsoliduar. Kemi 2 gjigant ose 3 gjigant mbrojtje, kështu që unë besoj që do të jemi shumë të fortë, sidomos në lojën e ajrit, në lojën e fortë ndaj sulmuesve serb, kështu që besoj kjo pika referuese mbrojtja mua më jep një lloj garancie. Besoj që do të jetë një rezultat i ngushtë, gjithmonë flas në favorin ton, por ndeshja mund të shkojë edhe barazim, sepse në fundit varet edhe çfarë qëllimi kanë vetë skuadra serbe, sepse besoj që skuadra serbe edhe me barazimin në Sheknaj, pavarësisht intervistave të lojtarëve, sepse s'ka lojtar çfarëdo skuadre tjetër që thotë që do shkojnë për të mundur. Edhe diçka profesori, barazimi na nxjerr jashtë garës për play-off? Jo, nuk na nxjerr barazimi jashtë garës. Shiko, në futboll asgjë s'është e pamundur. Të gjitha mundësitë ekzistojnë. Nuk po flas për matematikën, po flas për mundësitë reale të skuadrës tonë, kështu që ne kemi treguar që edhe jashtë luajmë shumë mirë. Megjithatë besoj që
Do të varet edhe nga ndeshjet e ardhshme, sepse ne kemi një gjë që ne mund të luajmë shumë mirë me Serbinë, por duhet kemi parasysh ndeshjen e ardhshme pas 3 ditësh, ku luajmë transfer, duhet të jetë ndeshje tepër delikate, sepse ata i pashë luajnë shumë mirë, danezët me anglezët, kështu që duhet të jemi shumë kujdesshëm, domethënë të luajmë nesër për 100% për të marrë maksimalin dhe pastaj ditën e martë unë besoj që duhet menaxhuar. Kështu që nëse barazojmë nesër, unë besoj që përsim mundësitë reale janë. Duhet marrim ndeshjet në grupe, të fitojmë të paktën ato ndeshje që janë quhen të lehta në lehta. Besoj që barazimi është favorizues për Serbinë, për vendin e dytë, kurse ne duhet besojmë më tepër, pastaj duhet shtojmë forcat dhe energji dhe besimin për të arritur në objektivet që i kemi vënë vetes. Profesor, faleminderit shumë. Shiko, unë të uroj gjithë të mirat, kuptohet, duhet të ndajmë dëshirën me mundësit. Unë besoj që dëshira për të fituar është maksimale, mundësia është 50-50, 50-50. Le të urojmë për më të mirën dhe për fitoren. Urime dhe sukses e ekipit kombëtar. Fitoria do të na gëzonte jashtëzakonisht pa mas. Bashkoj me urimin tuaj. Se ndeshjet e kombëtarës janë ndeshjet e kombit tonë, kështu që besoj që është një dukuri dhe një gëzim dhe një kënaqësi që Shqipëria tashmë mos ketë asnjë lloj inferioriteti kashik kujtdo ekipi. Urime dhe sukses ekipit kombëtar.